Në qytetin e Maliqit, mirëmbajtja dhe pastërtia mbeten një prioritet i përditshëm, fal punës së pandërprerë të punojësve të shërbimit të pastrimit. Çdo ditë ata angazhohen për të mbajtur rrugët, hapësirat publike dhe ambientet e përbashkëta, të pastra dhe të sistemuara, duke kontribuar në krijimin e një mjedisi më të shëndetshëm për banorët. Krahas pastrimit, vëmendje e veçantë i kushtohet dhe gjelbërimit të qytetit, me synimin për të shtuar hapësirat e gjelbra dhe për ta bërë Maliqin më të këndshëm për jetesë. Ky proces kërkon jo vetëm përkushtimin e institucioneve, por dhe bashkëpunimin e qytetarëve. Pastrohet nga ndërmarrja nga këto që janë të gjelbërimet to, edhe ne paguajmë çdo gjë. Bashkia ka punuar. Mirë. Bashkia e Maliqit është. Themi që Maliqi është një qytet i pastër. Shumë i pastër. Ne lëvizim vazhdimisht mbas ditës, si të mosuar që jemi, shikojmë, nuk në rregull. Në lidhje me vitet e kaluara, diçka më mirë shikojmë, po besojmë se duhet e më mirë. Duke pa të parasysh që jemi në një vend evropian apo. Autoritetet vendore theksojnë rëndësinë e ndërgjegjësimit të komunitetit për depozitimin e mbetjeve në vendet e përcaktuara, si një element kyç për ruajtjen e pastërtisë. Vetëm përmes bashkëpunimit mes punojësve të pastrimit dhe qytetarëve mund të garantohet një qytet më i pastër, më i rregullt dhe më i jetueshëm për të gjithë.